Përshëndetje, kur flasim për inteligjencën, shumica prej nesh imagjinojmë njerëz me mendje të mpret që zgjedhin enigma ose bëjnë matematikë komplekse. Por shenjat e inteligjencës së ulët mund të jenë po aq domethënëse dhe ato shfaqen në mënyra që mund të mos i prisni asnjëherë. Një person me IQ të lartë shpesh shfaq sjellje ose qëndrime të caktuara që e bëjnë atë të dallohet nga të tjerët. Qoftë pamundësia e tyre për të përshtatur apo mendimi i tyre i ngurtë, nëse simptomat delikate të IQ-s së ulët thonë shumë. Sot do të bëjmë një zhytje të thellë, të themi, në 9 shenjat e pazakonta të inteligjencës së ulët që mund t'ju habisin, sepse inteligjenca nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e notave të plota në shkollë. E para, ata nuk janë shumë kurioz. A keni takuar në dikë që thjesht nuk është interesuar të mësojë gjëra të reja? Kurioziteti është një tipar kyç i njerëzve inteligjent, sepse tregon një gatishmëri për të eksploruar dhe kuptuar botën. Nga ana tjetër, mungesa e kuriozitetit shpesh tregon inteligjencë të ulët. Këta njerëz janë të kënaqur me atë që dinë dhe rrallë bëjnë pyetje. Ata nuk e ndjejnë nevojën për të zgjeruar njohuritë e tyre ose për të sfiduar të menduarit e tyre duke qëndruar brenda zonës së rehatisë së asaj që tashmë e kuptojnë. Bisedat e tyre shpesh janë sipërfaqësore, duke mos u zhytur kurrë thellë në tema të reja ose të komplekse. E dyta, ata nuk e dinë atë që nuk e dinë. Kjo është paksa e ndërlikuar. Një person me IQ të ulët, me inteligjencë të ulët pra, tenton të mos jetë i vetëdijshëm për ignorancën e tij, pra për pavetdijen e tij. Por ata supozojnë se dinë mjaftueshëm dhe nuk e kuptojnë se sa më shumë kanë për të mësuar nëse do të pyesin. Është sikur të jetojmë si në një fluskë të pavetdijshme dhe përboshllëqet në njohuritë e tyre. Kur përballen me diçka të jashtë eksperiencës së tyre, në vend që të pranojnë se nuk e dinë, ata mund të pretendojnë ose të përpiqen të mashtrojnë. Nuk është vetëm se ata nuk dinë gjëra, është se ata as nuk i njohin kufijt e njohurive të tyre. 3. Ata kanë një mendim shumë të ngurtë. Një nga shenjat më të mëdha të inteligjencës së ulët emocionale është edhe kjo. Fleksibiliteti i mendimit është një shenjë inteligjence, ndërsa ngurtësia është një nga shenjat më të mëdha të inteligjencës së ulët. Njerëzit me inteligjencë të ulët shpesh i përmbajnë bindjeve të tyre dhe kur u paraqiten prova që i kundërshtojnë. Ata kanë vështirësi të shohin gjërat nga perspektiva të ndryshme dhe e kanë të vështirë të ndryshojnë mendje. Ky mendim i ngurtë do të thotë se nuk janë të hapur ndaj ideve ose qasjeve të reja, gjë që mund t'i bëjë frustruese për të përballuar me to. Një person me IQ të ulët preferon të përmbahet asaj që di, dhe nëse është e gabuar ose e vjetëruar, sepse ndryshimi i bën të ndihen në siklet. E katërta, besimi i tepërt në informacion të pasakt. A keni takuar ndonjëherë dikë që flet me siguri absolute për diçka që ata qetësisht e kanë gabim? Ky besim i tepërt është shpesh një nga shenjat kryesore të IQ-s së ulët. Këta njerëz nuk marrin kohë për të verifikuar faktet e tyre. Megjithatë, ata do të debatojnë rreth tyre me besim të plotë. Nuk është vetëm se ata i bëjnë gjërat gabim. Ata refuzojnë të marrin në konsiderat se mund të bëjnë dhe të jenë gabim në radhë të parë. Ky besim i tepërt mund t'i bëjë ata të duken arrogant ose kokfort dhe kur janë qartësisht i jashtë kontrollit. E pesta, ata kanë vështirësi të përshtaten me situata të reja. Përshtatja ndaj ndryshimit është thelbësore në një botë me ritëm të shpejtë, por njerëzit me inteligjencë të ulët shpesh përballen me këtë. Ata e kanë të vështirë të përshtaten kur gjërat nuk shkojnë sipas planit ose kur ndodhen në situata të panjohura. Qoftë duke mësuar një aftësi të re apo duke lundruar në një ndryshim në punë, ata shpesh do të rezistojnë dhe do të shmangin atë krejtësisht. Në vend që të jenë mendje hapur dhe të përqafojnë mundësi të reja, ata kapen fort pas rutinave dhe modeleve të tyre të njohura, gjë që përfundon duke refuzuar rritjen e tyre. Kjo paaftësi për të përshtatur i bën ata më pak të prirur
të kenë sukses në mjedise që kërkojnë që ata të jenë fleksibël dhe inovativ. 6. Ata e shohin botën bardhë e zi. Një nga shenjat e dukshme të inteligjencës së ulët është të menduarit bardhë e zi. Nuk ka vend për nuanca ose zona gri në mendjet e tyre. Një person me IQ të ulët tenton të shohë gjërat si të mira ose të këqija, të drejta ose të gabuara, duke mos marrë parasysh kompleksitetet e jetës. Ky lloj botkuptimi i thjesht i pengon ata të kuptojnë perspektiva të ndryshme dhe i bën ata vërtet gjykues, ose me fjalë të tjera, ata janë shumë të shpejt për të gjykuar. Ata luftojnë me paqartësinë dhe preferojnë që gjithçka të jetë e drejtë për drejtë dhe pse pjesa më e madhe e jetës ekziston nën hije gri. E 7. Vështirësi në njohjen e sarkazmës ose dhe shakave. Një nga simptomat më të zakonshme të njerëzve me IQ të ulët është pamundësia për të kuptuar sarkazmën dhe shakat. Sarkazma dhe humori shpesh mbështetet në sinjale delikate dhe të menduarit të shpejt, kështu që nuk është çudi që njerëzit me inteligjencë të ulët mund të kenë vështirësi në këtë fushë. Kjo mund t'i bëjë në veprime shoqërore të vështira, pasi nuk e kuptojnë plotësisht atë që thuhet. Humori, veçanërisht humori sarkastik, kërkon një nivel të shkatësisë mendore dhe të kuptuarit të kontekstit që shpesh u mungon. Në vend që të qeshin bashkë me atë që bëri humor, ata mbeten të hutuar ose të ofenduar duke humbur gjallërinë e bisedës. 8. U mungon empatia. Empatia kërkon një kuptim të emocioneve dhe aftësinë për ta vendosur veten në vendin e dikujt tjetër. Njerëzit me simptomat të IQ-s së ulët shpesh kanë vështirësi me këtë gjë. Ata mund të mos i kapin sinjalet emocionale ose të mos i kuptojnë ndjenjat e të tjerëve. Kjo mungesë empatie mund t'i bëjë ata të duken të ftohtë ose indiferent. Nuk është se nuk u intereson, ata thjesht nuk kanë mjetet mendore për të lidhur me të tjerët në një nivel të thellë emocional. Kjo mund ta bëjë të vështirë formimin e marrëdhënieve të thella dhe kuptimplote, pasi ata duken të shkëputur nga emocionet përreth tyre. E 9. Ata janë të përqendruar te vetja. Të qenë të përqendruar te vetja është një tjetër shenjë e zakonshme e inteligjencës së ulët dhe gjithashtu një nga shenjat e inteligjencës së ulët emocionale. Ata kanë tendencë të përqendrohen te vetja dhe nevojat e tyre, duke mos pasur shumë konsiderat për të tjerët, qoftë në biseda apo veprime, gjithçka sillet rreth tyre. Ata kanë vështirësi të shohin gjërat nga perspektiva e një personi tjetër dhe shpesh presin që të tjerët tu plotësojnë dëshirat e tyre. Ky përqendrim te vetja mund t'i bëjë ata të duken egoist ose të privilegjuar, pasi u mungon inteligjenca emocionale e nevojshme për të marrë në konsiderat ndjenjat ose nevojat e tyre dhe të njerëzve që kanë rreth tyre. Pra, deri këtu i dim shenjat e inteligjencës së ulët, por le të flasim se si të sillemi me një person me inteligjencë të ulët. E para, jini të duruar dhe të qartë. Kur bashkëveproni me dikë që ka vështirësi me të menduarit ose vendimmarrjen komplekse, është e rëndësishme të jeni më të duruar se zakonisht. Ndajini informacionin në hapa të thjeshtë dhe të qartë për të shmangur mbi ngarkesën e tij. Shmangni përdorimin e zhargonit ose termave komplekse dhe jeni të gatshëm të shpjegoni gjërat disa herë nëse është e nevojshme. Durimi do të ndihmojë në krijimin e një atmosfere të mirëkuptimit dhe të bashkëpunimit. E dyta është inkurajoni të mësuarit hap pas hapi. Në vend që të prisni mirëkuptim të menjëhershëm, udhëzojeni atë përmes detyrave dhe ideve hap pas hapi. Ndihma për të mësuar përmes pjesëve të vogla dhe menaxhimit mund të përmirësojë mirëkuptimin e tij pa frustrim. Kjo strategji funksionon mirë kur mëson aftësi të reja ose kur përballeni me situata të panjohura. E treta, shmangni sarkazmën ose humorin e ndërlikuar. Një person me IQ të ulët mund të ketë vështirësi në kuptimin e sarkazmës ose humorit delikat. Përmbahuni te gjuha e drejtë për drejtë dhe shmangni shakat
që mund t'i ngatërrojnë ata. Komunikimi i qetë ndihmon ata të ndihen të përfshirë dhe mund të parandalojnë keqkuptime në situatat sociale. E katërta, pranoni pikat e tyre të forta. Ndërsa ata mund të kenë vështirësi në fusha të caktuara, është e rëndësishme të njihen dhe të theksohen ato që ata bëjnë mirë. Komplimentojeni ata, pra u thoni fjalë të bukura dhe të mira për pikat e tyre të forta, qoftë në detyrat praktike, kreativitetin apo aftësitë e tjera. Përqendrimi në tiparet e tyre pozitive ndërton besimin dhe forcon marrëdhënien tuaj. E pesta, ofroni mbështetje emocionale dhe empati. Njerëzit me inteligjencë të ulët shpesh kanë vështirësi me sinjalet emocionale, por kjo nuk do të thotë se ata nuk përjetojnë ndjenja. Ofrimi i empatisë dhe mbështetjes kur janë të frustruar ose të hutuar mund të bëjë një ndryshim të madh. Vlerësoni emocionet e tyre dhe jepni siguri, duke krijuar një hapësirë të sigurt për komunikimin e hapur. Në fund të fundit, inteligjenca e ulët nuk ka të bëjë gjithmonë me performancën akademike, ajo mund të shfaqet edhe në sjelljen dhe qëndrimet e përditshme. Këto që unë përshkrova më lart janë 9 shenja delikate dhe shumë domethënëse, duke zbuluar më shumë rreth mënyrës se si dikush lundron në botën e tij dhe ashtu si ai mendon, dhe ne duhet ta respektojmë. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen, nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të reja. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.